Mirë, e pam pra festimin që e ka bërë atë natë zoti Albin Kurti dhe pam janë filluam emisionit me një video duke ecur me ato pikturat e tij ose vizatimet e tij të Edi Ramës sot. Desha ta marr këtë krahasim mënyra fitores pari. Se ktheva përgjigjen krejt. Po, mënyra... Do të kemi edhe raste tjera, se po konzumojmë duke u marrë njëri me tjetrin. Që ka festuar Kurti dhe që ka festuar Rama. Po, ajo Kurti na kena po që e ka festuar në mënyrë të pak ma euforike, që hala pikushtan, se shkaku që saj hajvanit hala tash partita opozitare e kanë marrë një falinate që s'pëdojnë me bisedu me ta. Nësa Edi Rama, festimi Edi Ramës është një festim kështu i sigurt i fitores, i një lideri i cili e kanë kontrol krejtësisht të dhanat e qytetarëve të Shqipënisë, të cilat i ke shpërdorë ato për partinë e vetë, që ka kriju sistemin ma të sofistikum, sa do në Adriatik e kom pas një biset, e kam një shak i cili punon në zyren e PS-s në Tiranë. Edhe ajem ka të regu që shë ka një sistem të sofistikum se që shë ndjekin votuesit edhe të partive të tjera. Ata e din se kush... Që është folur edhe publikisht? Jo, ama ja, atëherë ka qenë një patronazhist i cili ka kontrolu në përlagjena për tash po flasim për një sistem i cili pasi ka hyrë në funksion i Albania, në të cilin ka ndodhur mbi 7% të digitalizimit të dhanave të Shqipënisë, tashmë Edi Rama me PS-n e ka nën kontroll komplet për secilin shqiptar. Sa i ka të ordrat, me qëfar lidhje ka, qëfar venet në punës ndran, me kanë shëtitet, plus tash mos harrojmë se vitën e kalume e ka shtitë sistemin e kamerave me AI në Shqipëni. Dhe më thonë, me qëtë fitore, ke i bjen, që Edi Rama e ka në kontrol komplet Shqipnin edhe Shëshnin në Shqipëni, edhe e din saksisht se cili votus qëfar nevoje ka, edhe aj të e njof ma mirë se sa vetë që e njef Partia Demokratike për shumë elektoratën e vetë, Edi Rama pa ka mundësi me dëpërtu edhe me marrë votusit edhe me shku në rritje. Qibi je që edhe në përgjishëm në poshtë një video par djek i shkon të Blendi, edhe pyt Blendi, kur ki mu tërhek? Po. Thot, one kur të vendosim. Qibi janë, jo, ati nuk më nështë, me thonë, one kur të vendosi, i bjen kur të vendosi njëzit. Që fiton Zardel. Po, që është sigur që fiton. Se i merë votat. E që shi merë që të vota? Me vot në kuti. Ja, tu i kështë shpërdor të dhanat e shtetit që ti nuk ka të drejt me ti kështë shpërdor. Atër, se si mori 80%. Please. E ka kësnu dikon. E ka blet dikon. Ka nevoj me kësnuma. Ka nevoj me kësnuma. Ka nevoj me manipulu me ti. Ka nevoj me manipulu me ti. Qështë me manipulu me ti? E merë vesh, aje dinim si mas mirë si kur